pasi pa mundësin nga prokurorit e jurisdikcionit të përgjithshëm, që bastet nuk po e palishme, nuk po e toheshin ashtu si që duhet, tashmë SPAK, Prokuroria Speciale, i ka marrë në hetim. Dhe jo pak, po ka më shumë se 12 muaj që po heton se kush i drejton bastet e palishme në këtë vend. Çfarë lidhje kanë ata me krimin e organizuar, kush është përfitimi i tyre, ku shkojnë këto para, pra kemi një hetim të hollësishëm nga Prokuroria Speciale, që unë mendoj që shumë shpejt do konkludoj edhe në arrestime. Mendoj që është një hetim në zhvillim, duke kërkuar edhe informacione se kush i përdor faqet, kryesisht faqet e basteve online të palishme, por edhe kazinot e palishme. Nga një hetim i hollësishëm, është SPAK ka pyetur pothuajse të gjitha kompanitë shtetërore që lidhen me bastet, me kontrollin për të goditur bastet e palishme, dhe mendoj që është një hetim i zgjeruar, i nisur nga ai që nuk bën mbrapsht, në fakt që është ish prokurori special, Altin Dumani, tani është një prokurori thjesht i SPAK-ut, por dosja është e tij dhe që mendoj që është në një rrugë të duhur për t'i goditur përfundimisht.